Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Për krijimin e njeriut dhe dërgimin e profetit. Kur dheu u shpalosi tërë dhe Zoti kishte imponuar vullnetin e tij mbi çdo gjë, ai zgjodhi Ademin si më të mirin e krijesave të tij dhe e bëri të parë në tërë krijimin e tij. Zoti e vuri të rinte në parajs, i dha ushqimin e nevojshëm dhe i tregoi çfarë nuk i lejohej që të bënte. Ai e paralajmëroi se çdo shkelje në këtë çështje do të shihej si mos bindje ndaj tij, e se kjo do ta vinte në rrezik pozitën e tij. Ademi i bëri pikërisht atë që i ishte ndaluar, gjë që Zoti e dinte qysh më parë, por Zoti ja pranoi ndjesën dhe e zbriti për ta populluar tokën e tij me pasardhësit e tij e për t'u dhënë krijesave të tij dëshmi dhe argument rreth tij. Edhe pse i dha Ademit vdekje, ai nuk i la në terr pasardhësit, pa dikë që t'u shërbente si dëshmi e bartës i lajmit hyjnor, duke që ndërkohë hallka lidhëse midis tyre dhe dijes hyjnore. Ai ka nisur çdo brezi prova me lajmëtarët e tij të zgjedhur e bartësit e besimit në mesazhin e tij, derisa ky proces u përmbyll me profetin ton Muhammed dhe derisa mësimet dhe paralajmërimet e tij morën një formë përfundimtare.